Atentati në Sarand identifikohet autori, policia një tjetër i plagosur. Zbardhen të tjera detaj nga vrasja e biznesmenit Recep Ismaili mbrëmjen e djeshme në Sarand, ndërsa policia ka identifikuar autorin e dyshuar të krimit. Sipas njoftimit zyrtar, ngjarja ndodhi rreth orës 21:30 në zonën Qaf 6 brenda lokalit, në pronësi të 66 vjeçarit. Hetimet paraprake tregojnë se konflikti mes disa personave ka nisur fillimisht me sende të forta dhe më pas është përshkallëzuar në përdorimin e armëve të zjarrit. Përpasoi Recep Ismaili mbeti i vrarë në vend. Policia dyshon gjithashtu se gjatë përplasjes është plagosur dhe një tjetër person i cili nuk është paraqitur ende në spital dhe mbetet i pa identifikuar. Sipas uniformave blu, autori dyshuar shtetës me inicialet LT, i cili sipas të dhënave është larguar nga vendi i ngjarjes së bashku me persona të tjerë përfshirë në konflikt dhe me të plagosurin. Forcat shumëta policie kanë ngritur pika kontrolli dhe po vjojnë kërkimet për kapjen e autorit, ndërsa hetimet vazhdojnë për të zbardhur të plot ngjarjen.